Gjykata penale e Shkupit I caktoi mas kujdesi e Ju Rustemit pasi u arrestua lidhur me dyshimet për keqpërdorime gjatë furnizimit për zgjedhje të kompanisë për sigurimin fizik të 14 pikë pagesave të ndërmarrjes publike për rrugë shtetërore. Dyshohet se dëmi I shkaktuar ndaj buxhetit është mbi 760.000 euro. Prokuroria gjithashtu në hetimi ka përfshirë edhe 4 persona të tjerë, respektivisht udhëheqësin e sektorit për pikë pagesa dhe kontrolle Drilon Ziberi, ndihmës drejtorin për mirëmbajtjen e rrugëve Ejup Latifi, por edhe Xhemal Bilbilovskin, pronarin e agjencisë private nga Kërçova 2SS, që I ka siguruar pikë pagesat. Pronari I agjencisë, sipas organit të akuzës, dyshohet për keqpërdorim të procedurës së tenderit, sipas nenit 275V të Kodit Penal, ndërsa 4 të dyshuarit e tjerë, përfshirë edhe Rustemin, dyshohen për keqpërdorim të detyrës dhe autorizimi zyrtar dhe për veprën falsifikimi I dokumenteve zyrtare. Bëhet fjalë për një kontratë të prokurorimit publik të lidhur me datën 8 gusht 2022, me të cilën I dyshuari, drejtuesi I agjencisë së sigurimit, është obliguar për 2 vite të ofrojë siguri të vazhdueshme fizike 24/7 në të 14 pikat e pagesave të ndërmarrjes publike për rrugët shtetërore. Ndonse ka qenë I detyruar sipas kontratës së nënshkruar, ai nuk I është përmbajtur detyrimit dhe për të gjithë periudhën e kontratës ka dhënë vetëm siguri fizike të pjesshme, më së shpeshti vetëm në turnin e parë dhe I ka faturuar autoritetit kontraktor për shërbimet sikur të jetë ofruar siguri fizike 24/7 për të gjithë periudhën e kontratës deri në zgjidhjen e saj, thon nga Prokuroria Publike e Shkupit. Drejtori Rustemi ka qenë I obliguar që të kujdeset për ligjshmërinë e punës dhe zbatimin e rregulloreve, statuteve dhe akteve të tjera, si dhe të kontrollojë nëse zbatimi I kontratës ka qenë në përputhje me kushtet, por sipas prokurorisë, ai nuk e ka kryer atë detyrë dhe nuk ka ushtruar mbikëqyrje, edhe pse e ka ditur se nuk ushtrohet siguri 24 orëshe. Këtë nuk e kanë kryer edhe 2 të dyshuarit e tjerë udhëheqës të sektoreve. Në këtë mënyrë, të dyshuarit e tjerë I kanë mundësuar bartësit të dyshuar të prokurorimit që të fitoj dobi financiare kundërligjore në vlerë prej afër 47 milion denar dhe me këtë I kanë shkaktuar dëm të madh ndërmarrjes publike për rrugë shtetërore, thuhet tutje nga Prokuroria Publike e Shkupit.